Pa humbur kohë, vazhdojmë me përgatitjen. Fillimisht në njën më të madhe dhe më të thellë, duhet që të shtojmë qumësh. Në total, masat e qumshtit janë 200 ml. Duhet bëni kujdes, qumshti duhet të jetë i nxehtë, jo val i nxehtë, por tamam i nxehtë aq sa e duron dora, që mos na prishet maja e bukës, por përkundrazi t'i ndihmon që të na aktivizohet. E shtojmë qumshtin tek ena. Vazhdojmë që ta shtojmë sheqerin. Sheqer do të shtojmë 2 lugë të mesme me sheqer. Vazhdojmë që ta shtojmë majan e bukës. Në këtë recetë, unë përdor maja buke në pluhur. Ju sugjeroj edhe juve që ta përdorni të njëjtën për një rezultat më të mirë. Në total për këto masa do të përdorim 10 gram maja buke në pluhur. Përzijmë mirë dhe lejojmë që maja e bukës të pushojë për 5 minuta. Mbulojmë majan dhe presim për 5 minuta. Tani që maja e bukës ka pushuar, vazhdojmë që brenda t'i shtojmë vezët. Në total do të shtojmë 2 vezë të plota. Vazhdojmë të brumi që ta shtojmë gjalpën e shkrirë. Në total do të përdorim 75 gram gjalp. Bëni kujdes mos të jetë shumë i nxehtë. Po e vreni disa pjesë kanë mbetur të pa shkrira, ashtu duhet të jetë, pra nuk duhet të jetë shumë i nxehtë gjalpi. Unë përdor gjalp të pakripur. I përzijem edhe një herë këtë përbërës që i shtuam brenda. Vazhdojmë që ta shtojmë mielin. Miell në total do të na duhen diku 600 deri në 650 gram. Duhet ta bëni kujdesin më të veçantë, sidomos kur përgatitni cinnamon rolls, që brumi mos ju bëhet i fortë. I gjithë sekreti është që brumi të mbetet pak më i butë dhe më elastik. Vazhdojmë e shtojmë mielin pak nga pak si gjithmonë dhe duke e kontrolluar. Do ta shtoj vetëm gjysmën një herë dhe do të vazhdoj që ta shtoj edhe krypën, një lugë të mesme me kryp. Dhe tani, dal nga dal, me dorë, vazhdojmë që ta ngjeshim mirë, duke e punuar, duke shtuar miell sipas nevojës, derisa të formojmë një brum mesatarisht të butë dhe të lëmuar dhe elastik. Ju lutem ngjeshni brumin për disa minuta. Do të shtojmë mielin pak nga pak dhe duke e ngjeshur me dorë. Brumin e kemi gati. E kam ngjeshur për disa minuta derisa kam fituar një brum mesatarisht të butë dhe të lëmuar. Në total, mua më deshën 550 gram miell për ta formuar këtë brum të cinnamon rolls. Tani, gjithçka që duhet bëjmë është që të presim që brumi të aktivizohet në ambient dhome, dikom parafërsisht 40 deri në 50 minuta. Do të japim kohë pak më shumë që brumi të dyfishohet mirë. Sa më shumë që dyfishohet, aq më i mirë del rezultati në fund. Përkohë që brumi pushon, vazhdojmë që ta përgatitim mbushjen. Për mbushjen e cinnamon rollsve kemi nevojë për sheqer. Sheqerin që duhet ta përdorim është sheqer në ngjyrë të kaftë dhe në total do të shtojmë 120 gram. Tani tek sheqeri duhet shtojmë cimet. Në total cimet do të shtojmë 1 lugë gjelle të madhe. Brumi është dyfishuar mjaftueshëm dhe është i gatshëm për të vazhduar dhe për ta punuar. Brumi është shumë i butë, poshtë tavolinës punës sigurohuni që do të shtroni miell dhe vazhdoni këtu ta shtoni tani brumin. Që mos na ngjitet për shkupi, do të shtojmë edhe pak miell sipër, por shumë pak. Dhe vazhdojmë ta hapim. Kemi nevojë përsëri edhe për pak gjalp të zbutur në temperaturë dhome, pra duhet të jetë i zbutur mirë. Në total do të shtojmë dikun 75 gram gjalp. Mund të përdorni edhe margarinën, por me gjalp bëhen shumë më të mira. Vazhdojmë që ta përhapim gjalpin mbi tërë sipërfaqen e brumit. Pasi sigurohemi që e kemi lyer mirë me gjalp, tani vjen momenti kur duhet që ta shtojmë pjesën e sheqerit bashkë me kanellën dhe sigurohemi që i mbushim mirë, pasi të shtojmë nga pak, e shtypim mirë me duar që të na ngjitet për brumin.
Pasi e shtrojmë edhe pjesën e cinamonit, vazhdojmë që t'i ndajmë. Dikun 2 deri në 3 cm qërsi, nuk dua t'i bëj shumë të holla, mua më pëlqen t'jem pak më të fryra dhe më të mdhaja. Prerjen e bëj para se t'i mbështjell, sepse në këtë mënyrë më duket më praktike. Por ju mund njerë edhe ta mbështellni në formë roleje dhe pastaj ta preni. Për mua, kjo metodë mbetet më e lehtë dhe më praktike. Vazhdojmë tani që t'i mbështjellim me kujdes, duke i shtypur mirë dhe duke i rrotulluar deri në fund. Vazhdojmë në të njëjtën mënyrë tani i mbështjellim të gjitha. Dhe kështu duken gjitha pasi kemi përfunduar dhe i kemi renditur në tepsi për pjekje. Tani para se t'i pjekim, duhet që t'lejojmë që t'pushojnë dikun edhe për 20 minuta tjera. Para se t'i vendosim në furrë për pjekje, do të kemi nevojë për krem pana ose hopla për ëmbëlsira dhe do të shtojmë mbi secilën cinnamon rolls nga pak. Në total do të përdorim dikon 150 ml. Dhe tani vazhdojmë që t'i pjekim. Fura është e parangrohur në 200 gradë dhe vazhdojmë ashtu në temperaturë prej 200 gradëve, i pjekim dikun parafërsisht 30 deri në 35 minuta. Ndërkohë që cinnamon rolls janë duke u pjekur në furrë, ne vazhdojmë që ta përgatisim krimin me të cilën do t'i lyejmë sipër. Si bazë kemi nevojë për krem djathi. Zakonisht krimin e djathit që e përdor në gatimet e mia është Labne nga marka Pënar. Në total do të përdorim 400 gram. Vazhdojmë tani që te krem djathi shtojmë ekstrakt vanilje. Vazhdojmë tani që te krem djathi shtojmë edhe sheqer pluhur. Mua nuk më pëlqen që t'i bëj shumë të ëmbla, sepse ato vetëm se janë të ëmbla nga sheqeri që kemi shtuar brenda, dhe do të shtoj vetëm 2 lugë gjelle me sheqer pluhur tek kremi i djathit. Përzijem mirë dhe presim tani që na dalin nga fura cinnamon rollsat për t'u lyer me kremin e djathit. Cinnamon rolls janë pjekur dhe që i kam larguar nga fura. Lejojmë që të ftofen dikun për 10 minuta para se t'ju shtojmë krem djathin sipër. Nëse ja shtojmë se janë valë të nxehta, do të shkrihet shumë krem djathi dhe nuk do të dallohet që i kemi shtuar sipër. Për atë arsye është mirë që lejojmë që të pushojmë pak. Dhe tani, pasi kanë pushuar për 10 minuta dhe ju ka kaluar nxehtësia e madhe, sipër ju shtojmë kremin e djathit, cilën e përgatitëm pak më herët. Dhe të dashur miq, cinnamon rollsat i kemi gati. Unë do të vazhdoj që të shërbej me një kafe me qumësht për mëngjesin bashkë me familjen. Shpresoj që t'i provoni edhe ju dhe t'i shijoni. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.